kur e pe Mateon, thej që është një djalë me cilin kam shkëmbyer disa mesazhe dhe asgjë më shumë, apo jo? Unë s'kam asnjë gjë me mshef edhe e ceka që në fillim thashtë kum pa një herë edhe kum shkëmbyt sa mesazhe para 3 vjete. Ama mu nuk po më duket fare e drejt. Ta marri me radhë, që të mos mbi ngarkohesh. Pra, ti ke hyrë në Big Brother, okej? Dhe deri më tani, si ka qenë rrugtimi? Ka qenë shumë normal, shumë mirë. Okej. Për menimin tim. Okej, pra, bukuri. Dhe deri më tani, ke arritur që të kryosh marrëdhëniet e tua aty brenda. Jo, Ledion, një sekond. Unë kam ardhur këtu edhe kam thënë unë nuk kam pas lidhje jashtë. Po pra, nuk po flet. Jo, mu po më duket e qëllimshme ky sampli i produksionit me sjell një person me cilin kam thjesht skëmbyt sa mesazhe dhe kam pa i herë, thjesht për me ma dëmtu mu imazhin me bë kishe me menu publikun që unë kam pas ndaj gjë me ta. Ku të dëmtohet ty imazhi? Do me thënë, ti je aty nuk e shoh fare drejt, Ledion. Unë kam shumë respekt për ty, po prej produksionit këtë gjë nuk e shoh fare drejt. E qartë. Unë je detyruar me shku atje kur unë nuk du me shku atje. E kuptoj, po të lutem të ta flasë me qetësi, se kemi kohë. Mos merr me atë vrullin edhe energjinë që ke, hajde ti unë nuk shkoj atje. Shumë e thjeshtë është me thonë unë nuk shkoj atje. Ajo që po të them është, ti je aty me zë dhe me figurë. Po? A je apo jo? Po. A ke thënë gjithmonë atë që mendon? Po. Dhe ke marrë mbrapsht atë që të takon? Po. Okej. Dhe të martën, kur u bë televotimi për të preferuarin, fatmirësisht ishe një prej 5 të preferuarave. Po. Okej. Dhe thuaj që me këtë djalin ke shkëmbyer vetëm disa mesazhe. Po, fiks. Pritani. Mateo, para se ti të futeshe në dhomën e rrëfimit, komunikova me të, më tha fjalë për fjalë, që unë nuk kam absolutisht asnjë qëllim të keq për Brikenën. Përkundrazi, mu dha mundësia që ta shpëtoja nga një televotim dhe e bëra, por nuk kam asnjë mendim që të krijoj absolutisht asgjë me Brikenën, dhe nuk kam asnjë qëllim që t'i ndërhy asaj në lojën time, që uroj t'a bëj dhe ajo, pra në lojën e saj, që uroj t'a bëj dhe ajo, pra të mos më ndërhy mua në lojën time. Pra, ki parasysh, ai është një nga njerëzit që ka dashur të hyjë në Big Brother, si kundër ti je një nga njerëzit që ka dashur të hyjë në Big Brother. Bota është e vogël, ka ndodhur që ju të dy keni shkëmbyer ca mesazhe dikur. Po nëse ti thua që ka qenë vetëm kaq, dhe ai edhe sikur të ndodh që nuk thot që do të ndodhi, të thot një variant tjetër, integriteti yt është i yti dhe integriteti i ti është i ti. Më falë që se po ndërprej. Unë e di sakt që këtë gjatë që e thashon, do e thotë edhe ai se është kaq, dhe më thonë ti, unë e kam pa vetëm një herë atë person. Po atëre ku të prishet imazhi ty? Këtë gjatë qëllimshme prej produksionit, thjesht për me mbam me dal keq unë, a kupton? Në asnjë moment nuk ka, sepse nuk ka asnjë logjik që ti nga gjithë kjo histori del keq. Si del keq ti? Ma shpjego si del keq ti? Si pas mendimit tënd. Ku del keq? Po jo, po që shtë edhe ti ka mirja persona që dojnë me hyjnë Big Brother, edhe me ma sjell bashkë një person me cilin e kam njohë para 3 viteve, kam shkëmbyt sa mesazhe, unë po më duket e qëllimshme thjesht për ma bo një të keq, një ma prish imazhin ose me thonë, mi sinu që ka pas diçka, kur në fakt s'ka pas gjë se më të me thonë edhe ai vetë. Shumë bukur, nëse s'ka pasur asgjë, atëherë si të dëmtohet imazhi ty? Pra këtë dua të them, sepse nëse s'ka pasur asgjë, dhe a i vetë thot me gojën e ti pak sekonda para se të vija të këty, që unë nuk kam asnjë qëllim të keq ndaj Brikenës. Thjesht e kuptova që ishte një mënyrë për ta shpëtuar nga një televotim dhe e bëra, atëherë ku të dëmtohet imazhi ty? Po edhe sikur ti ke treguar deri më tani në Big Brother, edhe nga komentet që kanë bërë opinionistët për ty, që je një grua e fortë, që je një vajzë që s'ke qime në gjuhë, që thua mendimin tënd, që nuk e vret mendjen shumë nëse njerëzit nuk janë dakord, për sa kohë ti e beson gjën ashtu. Dhe unë nuk do të doja,
jo për ty, për askënd aty brenda, që për shkak të një artifice të tillë, ti të penalizoje veten tënde dhe rrugtimin tënd aty brenda. Sepse unë nuk besoj që ti, me forcën që ke treguar deri më tani, je aq e dobët sa vjen dikush i cili ka ca pretendime dhe ti paprit pas zhbëhesh me një fjalë të aty. Nëse ti je Brikena që i kemi njohur deri më tani, ma ci mancherebbe Brikena, ci mancherebbe. Do me thënë mund të vinin edhe 10 si Matteo dhe ti thoshin ma vafa Napoli. Kështu që këtë buzëqeshjen ruaje. Big Brother i ky është Brikena, po ti ishte i thjesht, nuk do quaj Big Brother, do quaj një paseggiata në Lago di Como, e kupton? Pra, Big Brother i është i vështirë pikërisht sepse ka sfida të tilla. Unë e kuptoj reagimin tënd, është reagimi i sinqert edhe mund të edhe ta imagjinoj se çfarë mund të ndërtosh ti në kokën tënde. Por, ki parasysh një gjë. Jo produksioni, po Zoti i lartë të dojë të hedh baltë mbi ty, nëse ti vetë nuk bën asgjë për të denigruar imazhin tënd, nuk ka produksion, jo në këtë botë, po as në atë botë që të prish ty imazhin. Vendimi është i yti. Unë nuk do doja që Brikenën, dhe këtu po futem pak dhe po flas në emër të publikut, për sa kohë jam dhe i larë, sepse deri të martën ishe një nga të preferuarat, kështu që e marr të mirëqen që s'po them ndonjë gjë të keqe. Unë uroj vetëm që publiku të mos humbasi Brikenën që ka fituar gjatë këtyre 2 javëve për hir të kësaj. Nëse ti thua që e humbet, është vendimi yt dhe nuk kam çfarë të them tjetër. Por personalisht do më vinte keq. Publiku gjithashtu do të vinte keq për sa kohë të thash, ke bërë një rrugtim shumë të bukur deri më tani. Për ta prishur me një artific të tillë, aq më shumë akoma kur thua që s'ka pas asnjë gjë të rëndësishme, atëherë siç ke përballuar Soje Sorolop aty brenda, do përballosh edhe këtë djalin Matteo. Apo jo? Dhe do e përballosh e qetë, sepse në çdo rast duhet ta theksoj që Matteo bëri diçka të mirë, pra në një sens nuk të la pjesë e një televotimi, edhe pse ti vetë me gojën tënde ke thënë gjatë këtyre ditëve që unë dua të jem e përballur me publikun, pra dua të jem pjesë e televotimeve për të ballafaquar mendimet e mia edhe se si publiku mendon për hir të atyre që them, por ai kishte një gur, e përdori. Pastaj se çfarë do bësh ti me të dhe se si do qasësh, ti më dhe mund mos t'i flasësh fare. Ti e ke në dorë. S'të detyron njëri. Dakord? Okej, dakord. Va bene. A pra? Ktheu në living. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Atë